Një atentat me armë zjarri është kryer sot në Tiranë, ku fatmirësisht objektivi ka mundur të mbijetojë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11 në afërsi të stadiumit Selman Stërmasi, ndërsa objektivi të shtënave ishte biznesmenit Tefik Hyka, i njohur si pronar i fabrikës së tullave në Vor, i cili ka mbetur i plagosur. Mësohet se një plumb e ka prekur atë në kokë dhe një tjetër në gjoks në afërsi të zemrës, ndërsa biznesmeni aktualisht ndodhet në spitalin e traumës në kryeqytet. Tefik Hyka është qelluar gjatë kohës që ndodhej i ulur në lokal, i shoqëruar nga një tjetër person. Lajmi për atentatin në kryeqytet u përcoll me konfuzion sa i takon fatit të biznesmenit. Fillimisht nga policia u raportua se biznesmeni Tefik Hyka kishte ndërruar jetë, por mjeku i urgjencës e përgënjeshtroi policin. Ku i ka plumat? Ishte një këtu e një këtu. Pastaj lam atje. Jo zemrën diku këtu. Një këtu, po tjetër në kokë? Në kokë këtu. Se skartin. Gjalli me ndërgjegje, ishte me gjitha. Dëshmitarët thonë se autorët ishin dy persona të cilët lëviznin me motor, ndërkohë në një prononcim për mediat nga vendi i ngjarjes, drejtori i policisë së Tiranës Ardi Veliu u shpreh se janë sekuestruar kamerat e sigurisë së bizneseve pranë zonës, si edhe janë shoqëruar personat e pranishëm në momentin e atentatit. Drejtoria vendore e policisë Tiranë ka marrë gjitha masat duke ngritur pika kontrolli. Autorët e dyshuar janë dy persona të cilët kanë lëvizur me motor. Jemi duke kryer veprimet, kemi shoqëruar gjithë personat që kanë qenë prezent në vendngjarje, po punojmë për zbardhjen e ngjarjes. Sa kaq kanë nisur hetimet për motivet e atentatit ndaj biznesmenit Hyka, i cili mësohet se nuk është i pari për të. Policia është duke hetuar për ndonjë konflikt të mundshëm në biznes, por nuk përjashtohet edhe pista e gjakmarrjes, pasi në vitin 1995 ai është përfshirë në vrasjen e Dritan Avdulit, i njohur si Forti i Shijakut, ngjarje e cila u pasua me një seri vrasjesh ndër vite.